E di pse nuk janë të lumtura gratë, vajzat, femrat shqiptare, nënat shqiptare? Sepse një pjesë shumë e madhe e tyre, nuk po flas të gjitha, absolutisht nuk mund të bëj përgjithësime sepse unë jam një nga ato, por nuk e fut veten te ai grupim. Shumica e grave, femrave shqiptare nuk janë të lumtura sepse nxjerrin mllef nga goja. Edhe duke marrë parasysh që funksionon karma, dhe duke marrë parasysh që ligjet e universit janë një cikël i mbyllur, atë që jep ajo do kthehet e ty, te ato çfarë kthehet mlefi. Sa më shumë të flasësh për negativitetin, më shumë zmadhohet. Dhe ato bien pre e kësaj gjëje, bien pre e kësaj energjie. Do me thënë, kur shikoj një femër që gabon diku, ta godasin. Kur shikoj një femër që shkëlqen, ta godasin. Pra, operojnë në ego, operojnë në kokë, kanë zemrën të mbyllur. Po nuk ka gjë më të keqe se sa një femër ta ketë zemrën e mbyllur. Kjo nuk ka të bëjë me asgjë me profilin tim. Thjesht po shikoj poshtë lart se si hedhin mllef, komentojnë në persona publik. Jam dakord, ai mund të jetë njeriu më negativ, por mua s'm bien ndërmend ta shikoj dhe jo më ta komentoj. Pse duhet të ta komentosh, të futesh aty në atë vorbullën e negativitetit? Sepse kur them pse ti, pse këto femra, por sa më shumë negativitet të përflasësh dhe sa më shumë të përfshihesh në këtë energji, aq më shumë do zmadhohet. Me thënë, imagjino unë pyes vete më vallë, këto gra e kanë jetën Terezi me burrat e tyre, se kush e ka jetën Terezi me burrin, më shumë s'm del koha të rri sa duhem me bashkëshortin tim. S'm del koha të rri sa duhem me fëmijën tim, s'm del koha të punoj me të gjitha dëshirat, planet që kam për të ardhmen. Si u del koha të komentoj negativisht? Prandaj nuk janë të lumtura. Nuk janë të lumtura dhe mua nuk më vjen gjuna se thosh shumica gjunaf. Çfarë gjunaf për njeriu negativ? Ka zgjedhur të jetë negativ, nuk është gjunaf. Unë çfarë mund të bëj më shumë se kaq, nuk mund të bëj që të shkruaj libra për pozitivitetin, të jap shembullin tim, të bëj trajnime, të mentoroj prej 6 vitesh duke dhënë shembullin tim. Patjetër, kaq mund të bëj unë. Pjesa tjetër është në dorën e tyre, por femrat shqiptare nuk janë të lumtura sepse nxjerrin mllef për femrat e tjera. Kur të ndaloj kjo gjë, do jenë të lumtura.